أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë kurse salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam I dërgoi. Të nderuar, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot përmendme një tregim i cili tregim përmendet në Kur'an e që Allahu Azza wa Jalla I klasifikon këto tregime duke thonë për këto se janë ahsan al-qasas, se janë tregimet më të bukura. Një tregim I bukur dhe I mirë që ka të bëjë me një pejgamber që shumë rrallë përmendet. A ka qenë pejgamberi Allahut Azza wa Jalla. Përmendet ky pejgamber së bashku me një popull që përmendet Kur'an 2 ose 3 nëse se gaboj, me emrin Ashabul Ejke. Ashabul Ejke. Kush janë Ashabul Ejke? Kush është pejgamberi I tyre? Dhe çka banën këto? Kur kënë të mirë, kur u bon të këqe? Në dersin e fundit që isha këtu, folja për asdisje dhe përfundimi I njerëzve dhe popujve që asdisen nga të mirat e Allahut. Disa njerëz prishin me të këqija, disa njerëz prishin me të mira. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka bëu dua që Allahu mos ta sprovoje me fukarallëk të skajshëm, I cili të qonë në qofër. Por nga ana tjetër, shumica e shembullve që janë në Kur'an, të njerëzve që ju ka ardhur dënimi për Allahut Azza wa Jall, janë njerëz që janë asdis nga të mirat. Allahu ato I ço mirë, ato alo ma të këqiba. Ato Allahu ço mirë, alo banu alo ma të këqi. Sa më shumë që ju kanë ardhur të mirat, aq ma të këqi janë bota. Dhe folëm për këtë dersin e fundit dhe përmendëm herën e fundit shembullin e Karunit, njërin nga shembujt, dhe sot përmendni Ashabul Ejke. Një shembull I ngjashëm identik me një popull që jetonte në qetësi dhe mirësi. Ashabul Ejke ka jetu parafarsisht midis Jordanisë së Sodit dhe Saudisë së Sodit, ande nga zona e Tebukut. Aty kanë qenë të stacionu. Ashabul Ejke. Dhe këto, në fshat, në qytetin e tyre, e kanë pas një pemë, një dru që e ka pas emrin Ejke. El Ejke, do kanë thonë është pish, do ka thonë është një lloj tjetër I drunit, do ka thonë është një drun që I varën degat të poshtë, se di si thënë shqip. Si? Shele, po, së më kujtojtë, shele. Kom letë në shele shumë, drejtë këtë dajtë, nësë më kujtoj ke shele. Do ka thonë shele, me rëndësi është një drun që të bukur që e kanë pas ato aty. Ta e druni, janë fresku njerëzit. Kam pushu, kam bo pikniqet e tyre, dhe du kalu vitet, dhe kanë qenë Ashabul Ejke shumë të varfër, fukaraja në konë. Fukaraja në konë, ama e kanë pas në dizen që Allahot si kanë bo shirkë, dhe kanë pas burat mirë mesin e tyre, që e kanë adhuru Allahun Azza wa Jall. E dikush ka ardhën me kalimin e kohës, është hunë që të drunit dhe rrëth drunit ku kanë nejtë pikërisht ato.
ato burat e mirë. Ka një gjenerat tjetër i ka shkryt emrat e atëmve të druni. E ka shkryt Muhammed, Filan, Hasan. Ka një gjenerat tjetër kur janë ulta e druni kanë folë se sa njerëzit mirë janë konë ato e të parit tonë, ashtu. Deri sa ka një gjenerat që ka fillu me i adhuru ato njerëzit dhe ka fillu me adhuru edhe drunin, ejken, qa drun që përmenit Kur'an. Dhe prej varfërijës, Allahu fillon mi sprovu me pasuri. Për çdo ditë ka fillu me ngrit. Karavanët që kanë shku në lindjen e mesme, madje edhe në atë zonën e Mekës, Medinës dhe ajo pjesa e asaj bote në atë kohë, gjitha kanë kalu ka këto. Që kanë bo këto? Në fillim e kanë blej madhin ma lire, kanë shqit ma shrejt. Që është tijare trektikit në regull është. Me kalimin e kohës, kanë fillu me dal jashta qytetit dhe me u blej madhin atymve me çmime shumë të lire, kanë prish çmimin. Dhe kanë fillu me rent, më shka atje, sa atje alo ma lirë është. Ma mirë nga këtu po ta marrë me 2 dinarë, se kur ti shmëre nga qytet ta marrin për një ata. E kanë fillu me i mashtru edhe në vakë, në peshore. Kur e kanë matë mallin, ka qenë 100 kg me thonë kushtimisht madh, ka thonë i ka 90. Ki ka thonë, jo 100 janë kur tjera. Po në thu që na renca jemi ja. Vjen në mahal tonë, qytet tonë edhe po na akuzona, e ta 90 mene. Sa që kanë fillu, për çdo ditë tu bo matë pasër, kanë fillu që njerëzve me ma caktu këto çmimin. Jo, çmimin e ka hekri që kaq. Shtofi, pamuki që kaq. Kush s'va ka shit mallin? E kanë lënë një grup jashtë qytetit nga ana tjetër, sa ato nëse s'va ka shit mallin këtimve, janë nis për me shitën Mekë Medinë, se në qatë udhë shkot Mekë Medinë, edhe shumë vende tjera, e kanë gjerë jashtë qytetit një grup rebelesh drive, i kanë masku, kanë dalë i kanë plaçkit, pa kanë marrë mallin edhe i kanë vrarë njerëzit. Edhe kush ka ardhën të kalojë ka kjo zona e këtynve, i ka thonë nëse s'na e shet neve, ato tjerë ta bëjnë mazi, ta vjedhin edhe të vrasin, ma mirë na shit neve sa cena na, ma mirë mere një bankë, se e të pa heq, bila edhe të vrasin. Janë bo me njëmdhej. Dhe për çdo ditë u ashtu pasuria. Dhe për çdo ditë janë bo më të pasër. Dhe për çdo ditë janë bo më me njëmdhej. I kanë përzon njerëzit. Madhi se kanë shqitë si cëllit. Sikur të na, kur një biznismen edhe një biznis të bën pak pare, të bën pak pasuni edhe e madh, e këshir ka kundrat, ka këpucë të mishterin, veç me shumicina. Priton qot pikarike ta shërbeja. Vjen dikush që do me bo tregti me te, i thot, s'ka ma si male, e shit të shmale. Fillon me zjedh mishterit. Fillon me nënçmu ata që janë nivel ma pak saj. Një termiri, s'punoj me të zgagjirëme. Betër të zgagjirë se kontër e dje, kishit me kutim bitë pazar. As të zgjë nuk ki pas. Kur u bone te, mos mi dash të zgagjit. Apo mashtrime, me imponim, apo blerje të mallit me imponim. Nëse s'ma shet mu, unë ta di se e rëzoj mallin ma njërë se në kinë, se kam unë e fuqi një kontenjer të humbi ma, ama ti ka me të batis. Që këtë e kam bëha sabën e kja? A ndodhë kjo sot? Ndodhë valla. Që kështë e asdismja me të mirat e Allahut Azza ati që Allah i ka dhonë pasuni, i ka dhonë mirësi dhe begati, me catë me shfridzu, për me shtu falëndërimin dhe Allah të bareke ve taala,
aja të shfrytëzon atë fuqi që e ka për me mposht çdo konkurrencë të mundshme. Ashabul Ejke me këtë sprovu, dhe për çdo ditë më të pasur e më të pasur. Allahu Azza wa Jalla e çon pejgamberin Allahut në mesin e tyre që me i thiren që të kthehen në atë fenë e pastër të mirë. A diti kush të dhe pejgamber karta Ashabul Ejke? Shuaibi, Allah i shpëleft. Vaqon Shuaibin a.s. Shuaibi a.s. e ka emrin epitetin lagabin Khatibul Enbiya. Përmendet në hadithe, kër e ka përmend Muhamedi s.a.s. e ka përmend me këtë epitet, Khatibul Enbiya, hatibi i pejgamberve. Hatib, më të mirë, mesin e pejgamberve nuk ka pas. Kur ka hip në hutbe, kur ka dol para popullit ta marrë një fjalim, të folë për një tematik, ka ditë fjalimin me majtë në formë perfekte. Aq elekuencë ka pas në ligjerimin e tij, aq i ëmbël dhe i këndshëm ka qenë në qasjen e tij ndaj një tematike, ndaj një problematike, saqë edhe të idhtën që e kanë pas, ai ka ditë amën me vashpjegu. Allahu ja ka dhënë këtë begati, këtë dhunti, këtij pejgamberi, që këto njerëz mi thirrën e t'i largojnë nga të këqijat që i kanë pas. Ashabul Ejke veç që shtojnë zullumin. Tu i bo shërë njëri tjetërit, tu i bo shërë tjerëve, tregtarëve tjerë, për çdo ditë ma zullumqarë dhe ma zullumqarë. Tu fillu me dëmtu më i pasër atë që është i pasër në vendin e tyre. Sot a ndodhë të na kjo? Po, vëllai fatkeqësisht ndodhë. Tregtarin e ka dhe në dogon. E lamrot dogon të filoni ka çiksi malli. E ka shkruajt në letër që ka patika, aty mrena ka shti këpuc. Shembo. Që ta pkute, ta myte krejt. Me catë njëfësi që e ka me shfridzu mi unimu tregtarëve tjerë, me atë rrugt, aja atë forcë, atë pushtet që e ka, atë pasuri që e ka, ato rishfete që i jep, që i ushqen ato zullumqare, ato njerëzit që janë rishfet marës dhe rishfet gjive, ca me shfridzu atë, me bo hajre minimu njerëzve, aja shfridzon atë forcë që e ka, se cëllet mi i bo dam dhe kërkan mës me leju me qukrije. Që kjo është e azdismja, me të mirat e Allah të barra kjo e tala. Që këtë ka pas Ashabul Ejke. E Shuaibi a.s. dilke të pejma kur ishin ata i thirke dhe i përkujteken Allah të barra kjo e tala. Dhe thotë Allah o Zogjel, wa ila medjene e khahum Shuaiba, dhe na dërgum të populli Medjenit në vendin Medjen, vlau në tyre Shuaibin, ja qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Dhe ju tha atinve, o ju njerëz, adhuroni Allahun, çfarë ju duan zotrat tjerë? S'keni dobi për atyre. Ky rizq që ju ka ardhur prej Allahut. Këto begati që i keni, pasuria ju ka ardhur prej Allahut te bareke ve taala. As ju vetë se keni fitu, e as që zotrat që ju e adhuroni që bëjnë shirk, kanë pas mundësi ato juve me ju bën ndonjë dobi. Janë 3 faza në sjelljen e Ashabul Ejke me Shuaibin a.s. Faza e parë i thanë Shuaibit a.s. I thanë fillim prej marrës dhe tërbijes, qalu ma nefqahu kathira. Thanë, na, si mi të marrë vesh mirë ti çka e ty na thonë. Shumë sene që ti përna e kallëzon neve, si mi të kuptu mirë. Djetarë të kjo është faza e parë, faza ku me një farforme të regun respekt ndaj Shuaibit, ama kështu me cinizëm dashte me largun. Dhe me kësina të marrë vesh bashmirë në ati. A kishte Khatibul Enbiya. Këtë ditë e të bardhët të mamile të bardhë të kalzoje. E të zezën, a shqyqare të zezë e për cjallke. S'kish njëri që se kuptoj këtë qka thot Shuaibi. Këto thanë, shumë sejnë si në të marrë veshtë. Pejgamberit Allah, që është Khatibul Enbiya, hatibi pejgamberve, këto përdojnë s'po di mirë me folë. Mirë, o gjama, s'po di mirë me kalzu, po i pështerë me sejlet ka pa. A e merve shumë mirë, ama pëse si ku vendon,
mundohet me justifiku dhe arsyetu veten në gabimin dhe mëkatin që është duke e bë. Mirë o xhama, po vërtet. Se që na të folë për tonin e zonit volumin, a na të folën për gabimin që e ki. Pse vërtet ti se ki atë gabim. Kjo është faza e parë që shejtani i ngacmoi dhe i than Shuaibit alayhis salam, ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa. Mastaj than Shuaibit, edhe ti i dopt me fol me neve, ti thjesht ti si i rangit ton. Ne na të fort, kina para, kina pushtet. Ti e njeri lisht, edhe s'po di me fol mirë, s'po di ti dhe s'jek kapacitet që me rangin ton të folish. S'të marrë me veshti, i ullë tjeti. I ullë tjeti. Sot, subhanallah, sa njerës i kanë shkatru biznesit e tyre, shkokuse me ndjemasia dhe pasuria e madhe, dhe jam duke i shkatru disa, janë në gjumë ala, isha Allah i zgjan, shkokuse i shojnë në çmim, me thirë një oqë me ullën, dhe mi thonën, si janë meselet e dinit në tregti. Kur të pësësh fakultet, është një libër që ka qitrash, e ka emri Kitabul Bujo. Libri ishi blerjes. E ate, një spite fjala beja, qka do me thonë bej? Qka është shqiblerja, njës historiku i shqiblerjes, historiku i parës, pikur ka dalë parja, na veç këtë mesele, me qenë një ders na duhet veç me folë pikur ka dalë parja. Edhe që këto që kanë shumë pare, mi pytë, pikur ka dalë be parja, pikur është e mërtu parja pare, a e diti, se dhja, njëse ka shumë pare. Se së shtull kur me bisedu me dikant, për lafi qka do me thonë pare, qka dinar. Edhe e ta kuptoja e ka din, a e ka gjehenem pare. Se di lafe, din edhe nar. Andaj dinar e ka emrin dinar, ose është din, të bot feje, fiton gjenetin matë, ose të bot nar, ose të bot gjehenem. E blen gjehenemin me parët e tuja. Ja ban vetës bakshish gjehenemin. Nëse parën e shfrizon dhe asdisësh me të mirat që Allah t'i ka dhanë. Ç'kë është dënjoja? Thanë, edhe ti zaif njëri lisht tjerë, në ki kategorisë tonë me fol me neve. A i po dhe të o vlazën, manive mos bëjnë një shirkë, o vlazën, mani, mos va vjetë një njëzve pasurin, mos rejnin peshore, mos gënjeni dhe mos mashtërën në kualitetin dhe preardhen e malet. A i që ka arë mali prej Shamit, është ki mali i Shamit. Se kryesisht ka arë mali prej Shamit, dhe mali i Shamit ka qenë mali ramak. Ka qenë i dallum dhe i veçum se në atë kohë me Shamin dhe ato pjesë të botës ka udhëheq Roma, perandoria romake. Ka ndrej edhe në preardhën e malit, edhe në cilësinë e malit, edhe në peshorën dhe peshimin e malit. Kanë gënjë, ky ka dhomoni o vlazi, ka thonë ti si e, i lishtive ti me fol me neve për këto punë. Pastaj i kanë thonë Shuaibi ka thonë inni lekum rasulun emin. A i ka thonë, volovla rahtuke, lëra gjemnake. Ka thonë këshira, sikur se mos ishte hatëri jonë, ndaj familjes tënde, e kësha një qytë këti. Ti ki muqu, neve keme na thonën, se krediti haram. Ma ti lafët, na biznis e kena. Veç hoqë se, ti dina thësh neve, rishveti haram. Mëse përsërit ma, bash va mërmenja disave dhe njëre me im këto fiskultura. A ndodhin këto dhe zë ndodhin. Dhe dikush vazhdimisht tenton që njerëzit që thrasin në hajrin të mirë me kësi metoda dhe mekanizma mi hesht ato. Njerëzit që asdisën, subhanallah, janë të njëjtit. Shuaibi ka qenë shumë para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Allahut. Dhe shkutan dëgjoj Shuaibin alayhis salam. Dhe komunikimin e tij me ashabul Eike, me tregtarët dhe mushrikët të kohës tij, subhanallah, të njëjtët fjalë,
nga njerëzit që janë VIP dhe sundojnë me botën sot dhe ekonominë e botës, të njëjtët fjalë përsëriten edhe sot. I njëjti stil është. Veç dallon gjuha, dallon ngjyra, dallon vende. Stili i komunikimit është i njëjtë. Njëjtë është. Edhe ka thonë, sikur se mos ishte hatri i familjes tënde, edhe hatri që ti gjematit rreth tukje, që ti gjematit që i ki, le rëgjem nake, të kish mi gjujt me gur. Rëgjem i thënë me gjujt i kanë me gur. Me 3 pama dhe pilak të kish mi gjujt me gur. Pastaj i thonë, o me në të alena bi aziz, edhe mos me ndosi ma i fortë se neve. E të svara da. A nisi i pengamber që thu ti, pengamberi Allah, në ma të fortina, kina pare, blena që ka të dojna në. E blena shtetin, e blena sudin, e blena policin, i blen, krejt. Edhe ta bëjt zezin edhe zonë, si unë së në mbanë. E blen, si ma i fortë se na. E ble, krejt e ble, ma unë e qatë që du me boj, e boj. Kështu me ndonë, a që është asdis. Këshira atë pasurit që ka me ble, zullumi, a me qatë njëtën mundet me ble khajrin. Kur të asdisët, me qatë të mira që Allah a ka dhonë, e blejnë zullumin, sherin, gjenemin, me ndimansin, kibrin, me dëshmu se unë kur ta me boj, e boj, kur ta me mys, e mys. Sa që besonin në vendin ton ndodh që lojja biznesit që në kërkesa në përkshilat xhamive edhe në për institucione zyrtare, fetare, bashkësistame konkretisht, që filan hoxha ka folë kundra kreditit, kundra kamatis në ka ranu valla. Edhe me mujtë me ndru mirë këshi bo. Që ta bin një hoxh, i cili ka më bo atimve halal kamatin kreditin, ka më bo halal atimve rakijin e ndejnë me njerëzit me rakijin, me bo halal atimve rishfetin edhe haramet edhe hilet edhe qivijat që i kanë në të vete. Diri këtu, mëri. Ka folë hoxha për mbulesë në karanu se na i kena motrat tona dhe gratë tona pa mbulesë. Pse mbulesa është haram, nuk do me thonën, pse mbulesa është obligim edhe kur flet një hoxh se ajo është obligim fetar, nuk është ofendim për askant që e ka një motra apo një bashorte pa mbulesë. Përkundrazi, ajo është për kujtim dhe që duhet bo dua për njëritetin që Allah gjithve neve të ne bën nasib që të jetem ashtu si që është i knaqën me neve Allah azza wa jall. Fundja dhe çdo hoxh nuk është i mund, edhe nas kemi në familja motër, a kunata, familjarë që s'janë të mbulume. Po s'do me thonë se e nënçmojmë dikan, pse flasim se kemi një obligim të caktuar. O ma anta alena bi aziz, mos me ndosi me forcena. A nëse ti thua Allah e kime veti. Ne jena të fort, kina shumë pare, kina shumë pushtet, gjduki, e asdismi o vëzër. Dhe njerëzit që asdisën, që kjo e i gjonë. Faza e dytë, i thanë Shuajbet a.s. Kale l'mele u l'ledhine, keferu min komihi, lejnit të batum Shuajben innekum idhen le khasirun. I thanë, këto të pasërit populli Shuajbet, kush ka me nejt me Shuajbi, s'ka drejt me do në pazar me shqit. Kush shkon të Shuajbi me ngu ders, s'ka drejt në pazar me do në me shqit. Ja kanë dalu pazar, vdis të buka, të shpia pa buka. Subhanallah, kush i ka shku mas Shuajbit a.s. se kanë leju me do në trek, se ka marrë kur kush në punë. Se ka marrë kur kush në punë. As kush s'ka bo tregti me te, kur kush se ka blej madhin, ati as si ka shqit madhin. As se ka lonë në pazar me donë, a i me shfaq madhin e vetë. Ja, blok, s'ka, embargo. Se ka në shkup njerës që punëtorëve vandalon me donë me falë gjumon, thotë dhe kush shkon me falë gjumon, është i përzan për punës, unë e kur se kësha besu. Ama besoni që ka. Besoni që ka. I thot vetës musliman, edhe hoxhës i ma dersa, shumë i menë që ma. Sa i menë që ma, ders të ma.
Bilet kallëzon për ekonominë islame, ai kallëzon për ekonominë islame dhe në fytyn kamat. En haram. Ama ka bëve dole me shku mu falë, i përzan të jepi punës. Me Ramazan, se li ban 5 kutia, si kur që i ban ashtë Ramazanit, si dush nesër, si dush me prish Ramazanit. Se si du të madhon ti mu hakin. Ti pensi ki majtë para Ramazanit, edhe shtash në Ramazan, 5 kutia, aneve vik 2 herë, so problem. Por e 1 saat ma vonë, I lishti e ti. S'ki kapacitet të edhe me Ramazan edhe me punon. Bile në Ramazan, i hizia mishtu kontenjerat, ngarkimet, shkarkimet, veç me u kalëzu se, qesit maj në Ramazan, që ka vë gjanë. Që kështë e asdismja? Me të mirat e Allah, ta i haron, se a i vetë fund e kry, është robi Allah, të Allah e ka falë. Haron se krejt pasurin që ja ka dhonë Rabbul Aliminit të bare kjo e tale, pas ka shku koha. Dhe faza e tretë, dhe me këtë të përmbylli, ju kërstun edhe Shuaibit a.s. që kanë me vra, dhe tha nëse del edhe ty do të vrasi, atër Allahu Azza wa Jall e qonë në Medjen një nxet të madh. Një nxet të madh, sa që s'ka mujt askush as në shpinë e vetë me qëndru. Dhe Allahu Azza wa Jall në dalë qytetit e qonë një hije të madhe. E qonë një freskit madhe. Derisa i gjithë populli Medjen shkon dhe streot në njën e asaj hije, në njën atyre rejve që Allahu i qonë. Dhe veç aty hije, veç aty flatë, shkon ma ndjatë ma në majtë, në zeti madhë. Që aty shkon ledhet krejt populli me një vend. Dhe Allahu Azza wa Jall i thot Shuaibit a.s. ti me besimtarët e tu, req ati ku je, duroj në zeti. E pas e thot Allahu Azza wa Jall, i dhe u qumë atinve, sajha, va ka që Allahu Azza wa Jall një piskam të madhe, sa që ju kam plas vesht dhe ju kam plas syt nga presioni i madhe asaj piskame. Dhe Allahu Azza wa Jall e qon një zjan prej qelit. E qon një zjan prej qelit. Dhe urdhëron tokën që të hapët. Dhe që të gjithë ata, dënimi është më i detajzuar në Kur'an, po nuk po ndalëm detajet, po e ta është që kjo, që Allahu Azza wa Jall gjithë ata i djekë për së gjalli dhe i fundos dhe i gëltit toka që ma deri në ditën e sotit dhe deri në ditën e gjykimit mos me lon asë një nishan nga ekzistenca e do njëhershme e tyre. Shuaibi a.s. pas kësaj e merr popullin e vetë dhe shkon me jetu në Mekë dhe jeton në Mekë deri në vdekjen e tij dhe aty në afërsi të Qabës është edhe varri i tij ku e kanë varros besimtarët të cilët kanë jetuar me Shuaibin a.s. Një shembull i mrekullueshëm dhe për kujtim jashtëzakonisht i mirë për ta zdismën në vllazën dashur. Se të mirat e Allahut do të më na bëjnë edhe më të mirë, më modest, më turp, më të dhimbshëm. Më falënderues ndaj Allahut Azza wa Jall. Do të më na bëjë më solidar me të tjerët. Ati që Allahu ja ka mësuar një punë, ai mundohet çat mirë që Allahu ja ka dhënë, mundohet me gjithë me nda. Sikur ai usta i mirë që merr qirak, merr kallfa, i mëson zanatin që Allahu ja ka dhënë begati, mundohet gjithëve dhe kjo është tërbia e shkupianëve. Kjo është tërbia e besimtarëve në Maqedoninë e përgjithësi. Që të mirën që Allahu a ka dhënë, vëmësin të tjerëve dhe ju kanë ndihmu dhe ndihmon alo me zvete. Unë e di se, elhamdulillah, shumica e besimtarëve tonë janë kështu, xhamatit tonë janë kështu. Janë burat mirë, janë njerëz solidar, janë njerëz që ndihmon, po dë njerëz shejtani mundet me na mashtru, mundet me na manipulu, e në dënjer në moment mundet edhe me na hi i nati. Kur të shkoj i nati, kur të vije që ajo e keqe prej brenda, që mos jenë ndryshe nga natyra e mirë që e ke, letë të kujtohet Shuaibi a.s. Letë të kujtohet populli Shuaibit a.s. E që kështu ta frenojmë egon ton dhe epshin ton e të bëhemi të mirë dhe solidar me njëri tjetrin,
Zoti ju nderoftë dhe bekoft që e zbukurut xhamin me prezencën tuaj. E kulu ma tasmaun walhamdulillahi rabbil alamin.